Dy operacionet të policisë Kukës të zhvilluar brenda 24 orëve kanë goditur veprimtarin kriminale të kultivimit të bimëve narkotike e kanë çuar në arrestimin e një personi të shpallur në kërkim në kuadër të operacionit të koduar Kalimashi i shërbimit komisariat të policisë Kukës, arrestuar në flagrant 34 vjeçarin me iniciale FL, banues në Kukës. Sipas policisë, ai u kap duke kujdesur për gjergje të bimë të dyshuara narkotike, kanabis sative, të kultivuar në territorin e fshatit Kalimash, një pjesë e bimëve u sekuestruar si provë materiale, ndërsa pjesa tjetër regjistruar me djegje. Ndërkohë, gjedhimi i operacionit Zabeli do nisur me një mëngjet korrik, specialist i seksionit për hetimin e narkotikëve, në bashkëpunim me strukturat operacionale e forcës posaçme Shqiponia, lokalizuan e ndaluan 63 vjeçarin FR, banues në fshatin Gështenj, i shpallur në kërkim. Gjykata kishte caktuar ndajtim masën e sigurisë së arrest në burg, pasi dyshohesin në bashkëpunim me djalin e tij, MR, ka kultivuar 215 bimë kanabis sativa në territorin e fshatit ku banonin. Gjatë kontrolleve në banesën e tyre, policia sekuestroi 3 kg lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa. Për këtë rast janë proceduar penalisht e bashkëshortja të arrestuar dhe kryetari i fshatit Gështenj, ndërsa vijnë kërkimet për kapjen e shtetasit MR. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës për veprimet të mëtejshme.